thot se antarësimi ynë në BE nuk është prioritet dhe sa i do ndodh. Si do qoftë, thot Këneta, ai do ndodh. Po prioritet si pas Kënetës është kthimi i Bufit për të tretën herë në krye të vendit. Pasi në 2 herët e mëparshme nuk e shkatroi dhe pastaj rënoi mjaftueshëm Shqipërinë. Për këtë prioritet Bufi ka sjell me kush e di sa para, që kush e di ku i ka gjetur edhe një latif nga Amerika, i cili latifi për gjithë ne që jemi rritur në lagjet e Tiranës, të kujton atë të fortin e lagjes, që qullsi poshtë pallatit shkon e thret dhe i thot, hajde Latif se ata do mrajnë. Latifi ishte publikuar dje një buf që hante 1000 dhe kishte ngritur pyetjen, kush është miu? Ati bravo i qoftë se të gjesh budallë që të paguajnë gjithë ato para për të duartrokitur edhe kur ja fut asaj që thuhet në atë farë feje, është vërtet kesh lindur me këmish. Se që Bufi është Bufi, kjo s'ka diskutim. Kurse për miun ka shumë kandidat, që nga Luli i Shkret, që harroi që ishte mi dhe u soll si ari. Dhe deri tek ai Shkreti nga Kavaja, fituesi i primarëve të Tiranës, që besoi tek Bufi si njeri dhe Bufi e kullufiti si ti ishte thjesht 1000. Kjo është historia e Kënetës, e Bufit dhe e mive. Ndërsa historia jonë është një tjetër. Dhe unë dua të përshëndes këtu në mënyrë të veçantë Zamirën, dekanen e ekonomikut Vlorës, e cila e kuptoi se nuk ishte as që kërkonte as shpriste më në atë kamp. Dhe si vlonjate që nuk e bënte dot rolin e miut, erdhi dhe u bashkua me ne. Duke përfaqësuar sot Vlorën në skuadrën tonë kombëtare të 11 maj. Dhe erdhi jo vetëm, po me shumë të rinjë të reja të Forumit Rinor Partisë Demokratike të Vlorës, të cilët vlonjat dhe ata nuk mund dot të rrinin radhë për të bërë mi. Dhe shembulli i Vlorës, i demokratëve të Vlorës, është shembulli që Vlora historikisht i jep Shqipërisë, sepse për arsye të paditura, Vlora është ajo që e para e ndjen erën e historisë. Dhe prandaj edhe të tjera vajza e gra demokrate, se çuditërisht janë gra dhe vajza, e kuptoni? Edhe djemët e Forumit Rinor erdhën se erdhën me dashurat të Vlorës. Por, paktën janë treguar djemët mënçur